Se janë sentarë këto më fshatë tonë ata. Sa vite kanë? Po, mbi 20 vjetë që kanë ardhur këto. Si njihit juve nga larg? Nga largu i kam njohur njerëz më të mirë këta këtu. Komshit më të mirë që kisha. Sidomos zonja. Zonjën e kisha ta me si motrën time. Me çfarë punësh merresh? Vetëm ajo mirësh me këto, me pularit, me këto, me të gjitha gjërat. Me kë jetonte çifti? Të dy vetëm. 9 fëmijë ata jetonin vetëm. Në emigracion. Jo, më ke policisjerët dal aty. Qyshe, shëvidi, ka pra të qoqet, ka pra dhe vetëm. Hajdi u. Zinte. Nuk e ditë gjenjej se ta janë të ardhur. S'janë këtu. Ata janë të ardhur, po janë të ardhur që para shumë vitesh, që do të thotë ju banor bashkëfshatar me të. Ne bashkëtarë kam ja ku kam shpinë këtu e i ka tema ta. Hynin, dilnin në me njerëz të tjerë në shat apo ishin të mbyllur? Jo. Ajo shoqja që të mund, ajo marrë shumë keq për atë. Sa ajo shikonte vetëm punën, s'dinte ajo asnjë gjë tjetër. Punë me çfarë pune? Me çfarë merreshin? Ai të shpish merresh. Ajo është të jake, s'dite nga shtëpia kurrë. Fëmijë kam, po nuk e di të gënjej. Jetoni vetëm, po... Nuk është se ishin të varfër në gjendje të rënduar. Jo, më s'ishin atë gjendje ata gjuna thosh. Të shit, dieta drejtje merr vesh të punë tash. Atë mirë si. Se s'kam pas brenda për brenda. Se di. Me se merreshin? Në përditshmëri. Ky me përditshmëri këtu Kovaç ka qenë, me baçën këtu. Merresh ka qenë Kovaç këtu. Po zonja e ndjer? E zonja këtu, shtëpia këtu. Me çfarë keni? Në si kemi se këta janë ardhës. Këta janë ardhës në leva një plakë që quat. Në komunitet si njihen këta si qift? Këtu në komunitet mirë një si qift, nuk ishin gjë. Vetëm me këtë kun. Ta kanë, vitesh kanë qenë me kunatin, se ka kunatin këtu. Dhe të shpinë tre kaqa, kam pas me njëti nuk flisin, nuk shkonin. Nuk e di. Kunati vaj i ti... Vlaj dhe motra kanë këtu, se i kanë këmbyrë. Po brenda familjes, kanë patur gënjej se ka ardhur dhe policia? Nuk e kam marrë vesh. Të gënjej të them që ashut se di. Çfarë problemesh kanë pasur në familje si qift? Si qift këta nuk janë dëgjuar. Nuk janë ndjerë. Po me fëmijët kishin probleme? Nuk e di se kanë qenë larguar fëmijët. Po ata vinin shpesh? Jo, fëmijët e mëdhenj nuk vinin shpesh. Se s'kam mirë tani sa erdhe. Ja tani edhe mpat. Tani sa erdhe. Si ishin si bashkëshortë? Më i kone parë që kanë njohur unë, sa kanë qenë të rinjë tu vitet mirë tani, ndryshimi demokracisë tani. Dimun që kanë odhër tani. Po më parë kanë shkuar mirë nga ne. Kanë shkuar shumë mirë. Tani ç'a them? Fëmija, po rrit fëmija, prishë shtëpia. Po ata kanë kaluar mirë, ishin anë lartë në Malësia, erdhën këtu kanë vite, mirë kanë shkuar këtu. Tani unë... Burime në zonë bëjnë me dije që kanë patur konfliktet Nuk kanë vazhdueshme. patur, unë së rri këtu në Rrinë Budallik, unë jam mikë. Sa fëmijë kanë? Prindërt e sa fëmijëve janë? Nëmë, një ashtu tjetë në Greqi. Tani unë të gjenjën këtë, unë jam i larguar pak, Rrinë Budallik, si jam këtu i Keni lajtë. kontaktuar për fundit? Po Benca. Kishin probleme pronash, probleme familje? Ti jeni tuaj? Nuk di, të gjenjën këtë. Di që si miki ka marrë, më kam pritur, të rregull, familje rregull. Si po reagojnë dhushën familjarë?